الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Ndërruar të respektuar xhamat, falënderimet, lavdërimet, hamdi, nështrimi për kurjashtë dhe për Allah, krijuesin absolut të kësaj bote, të kësaj gjithësie dhe sulmuesin e drejtë të botës së jetit. Dëshmojmë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Atë falënderimet prej tij dhe falje kërkojmë, i sa që ka udhëzuar Allahu subhanahu wa taala. Dërsa atje ka kërkuar dhe luar Allahu në zimin e tij, sa kushtet në tij. Dëshmojmë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi alayhis salam është rob dhe i dërguar i tij. Andaj paqja e Mesihut dhe gatita Allahu qofshin mbi punën e pejgamberit Muhamedi alayhis salam, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik, si dhe mbi tij besimtarët të rinj në famshim. Të nderuar xhamat, para se fitash ajo që më shtyri, që sot do të zgjedh një temë e që ba emrin bujaria fisnikërisë, solidariteti mes njerëzve është pikërisht këto tip të ftohta të cilat jemi duke jetuar, që na përmendja Allahu i madhëruar se për njeriu në jetë ka bashkuar gëzimin dhe hidhurimin. Ashtu siç ka bërë të pandashme ditën dhe natën, ashtu siç e ka bërë të përbashkët për jetën e njeriu të shëndetit dhe smundje, varfërinë dhe pasurinë. Pra Allahu i madhëruar bëri këto sinët që vren në përmjesin dhe kërkimit të mira të shumta, por e di se stinët, si që është stina e librit, ka edhe një klimte për të softë që njeriu ka nevojë të ketë për kujdesi më të madhe për shëndetin e tij, për familjarët të cilët i ka. Andaj sot e zgjolla këtë temë të flas pikërisht nga se këto ditë të ftohta janë ditë të cilat ne duhet të na shojmë që ne t'i kujtojmë ata të cilët ndoshta nuk kanë situata, kushtet e volishme që t'ju jetojnë apo t'ju përballojnë këtyre temperaturave kaq të ulta polare të cilat kanë arritur edhe këtë ka kaluar -20. Allahu i madhëruar para se gjithash me fenë e tij, me pejgamberin e tij, para këtënde dhe sa shëndive, erdhë me fjalët e tia që të mbjell të kultivojnë në zemrat e njerëzve, në vendinë e njerëzve, virtytet më të larta të moralit, të cilat duhet t'i posedon t'i zotron besimtari musliman. Ajeti që lexova më lartë është ajeti 174 surës Bekare, ku Allahu i madhëruar thot: ata të cilët pasurinë e vetë e shpërndajnë natën dhe ditën, fshehuasi apo haptasi, ata shpërblimin e vetë e kanë tek Zoti i tyre, dhe për ta nuk ka as frikë e as pikëllim të shpërblyer. Bujaria që varet krye këput me dhënje, shpërndarje, solidarizimin e të pasurit me të varfërin, me nevojtarin, është nga cilësit, nga kushtet që Allahu i madhëruar u flet për robërit e tij të devotshëm, e ka fut edhe nga kushtet që njeriu të jetë rob i Allahut, ai duhet të jetë edhe bujar, fisnik, solidar me ata të cilët kanë
turmat I njerëzimit për bujari, për fisnikëri, për solidaritetin, andaj besimtari musliman, I cili takon umetit e Muhammedit alayhi salam, I cili don të jetë nga robërit e të voqët nga Allahu që I gjuhë Allahu Ibadur Rahman, ai duhet të ketë në vete, duhet të ndërdoj pra karakterin e ti, moralin e ti, veten e ti, duhet të farisë dhe të këton, cilësi fisnike të cilat të jasmukurojnë para se gjithash karakterin, sjelljen e ti, personalitetin e ti dhe gjithsesi këto virtyte kur I ka besimtari musliman, atëherë kuptohet se kanë dobi njerëzit të cilët kanë nevojë nga ndihmesa e tij, por jo vetëm njerëzit. Sot, në këto ditë të ftohta, kur njerëzit kanë nevojë për një vatam, kur kanë nevojë për tesha të cilat do t'i arrin të afrojnë trupin e njeriut për tesha pak më të trasha, për ushqim pak më të folshëm. Nuk është vetëm njeriu që I ka ato nevojë e që I mungon pasuria, por e kemi edhe botë shtazore e cila vërtet ka nevojë nga ndihmesa e njeriut, të cilin njeriu Allahi I madhruar tha se është më këmbësi I tij këto. A kemi menduar ne ndonjëherë që ajo që na tepron apo të mangësojmë pak nga ushqimi jonë këto ditë të ftohta, kur kaq ore madhe, kaq ngrice madhe është e për vështirë, për egërsirat, për shpenzët, për kafshët, që të sigurojnë ushqimin që ne të qesim disa ushqime, t'i nxjerrim jashtë atomave tona, shtëpive tona, në qoshet e balkoneve, në qoshet e dritareve, apo nëse kemi mundësi edhe të shpërndajmë më larg shakit pitetit tonë, në vete ku mendojmë se lëvizin shtanzët dhe shpenzët të cilat kanë nevojë në këto ditë, që ato atyre t'ju dilet në ndihmesë. Të nderuar xhamat, pejgamberi Allahu pra për ne është tipik mësuesi më I mirë, është edukatori më I mirë I njerëzimit I cili na mëson neve se si ne duhet të jemi bujarë, solidarë ndaj njerëzve të cilët dhe gjallësave të përgjithësi që kanë nevojën tonë. Pejgamberi Allahu shpesh kur ushteri dhe I afroi për të shpenzë, dhe ai pasi që e hetonte se shpenza ishte afruar afër, dihet se shpenza kur afrohet afër njeriu. Afrohet atë kur ai është duke ushqyer këtë ose ajo ka për ushqim. Pejgamberi Allahu largohej nga ushqimi që të jetë mundësi shpenzës që ajo të ushqihet me atë ushqim. Nga se ajo e ka rësë furnizim atë që atë edhe vetë njeriu. Dhe ne të cilët themi se e njohim Allahun, e njohim fisnikërinë e Allahut, e njohim pushtetin e tij, dhe mendojmë se një ditë do dalim para Allahut, dhe me krye lartësi themi se ne jemi ata të cilët zbatojmë fjalët e Allahut në to, ne gjithësisht ne duhet të japim hapësirë dhe duhet të ndihmojmë gjithë atyre të cilët sot në këto ditë të ftohta kanë nevojë për ndihmesën tonë. Islami si fetë të nderuarit e mi, I dha tepër rëndësi të madhe mbjelljes pra të virtyteve të larta, siç është edhe vetë pra bujaria e fisnikërisë. Do të gjejmë ajete të shumta në Kur'an, do të gjejmë edhe hadithe dhe dodi të shumta të cilat ai përcjellin sahabët e pejgamberit të Allahut, me atë se pejgamberi I Allahut sa e ka stimuar, sa e ka nxitur njeriu që ai të jetë fisnik, të jetë bujar dhe të solidarizohet me atë që ka nevojë. Do të tentojmë inshallah të flasim mbi
disa ndodhi të cilat me i përcjellin, por para se gjithash, Islami dhe me në mëson të ndëruarit e mi që të jemi bujarë solitar me gjithë njerëz, pa dalim, feje apo fisin gjaku apo falefisnije. Të gjitha ata të cilët kanë nevojë nga ne, e ne jemi në një situatë që nuk ju ndihmojmë të tjerëve në vështërsi. E këtu e kemi një vështërsi në madhes, këto ditë, këtë acar, polar, këtë tërtohë dhe ma, që mpisë zotron në këto troje tona, ne jemi ata të cilët jemi të mësuar nga feja islame, nga parimet islame, që ne të jemi bujarë të solidarizohemi të ndihmojmë të gjithë ata të cilët kanë nevojën tonë, pa dalim se a është musliman apo nuk është musliman. Konkretisht tani që rrugët janë të rëshqiqë, dhe para teje dikush rëshqet një plak, një grua plak, një fëmijë, ti mirë duhet të reagosh si musliman dhe t'i dalësh në ndihmesë ati. Nuk guxon t'i pyesësh a je musliman apo nuk je musliman. Para teje është krijesa e Allahut që e ban emrin njeri. Dhe ti ai i cili mendon se je ibadur Rahman, robi i devotshëm i Allahut, e jo që është që ti dalësh në ndihmë krijesës më fizike që quhet njeri. Nuk u cëtrane, mos jashtim dorat e ndihmesës ati që ka rishqitur në agu apo në morë. Apo kemi një vedure cilat ka ngecur në rrugë, se ai në ta i ka pregatitur, kjo diç tjetër. Se ai i lok njerëzit se nuk është pregatitur që të ndrojt boma e verës e të dimrit zonë, të dimrit i banë verës, dërsa të verës i banë dimrit, kjo diç tjetër, por ne e jona është që ne t'i dalim në ndim dhe ne t'a lirëm në rrugën, se dikush ka nevojë që rrugat të jetë e hapur. Dikush ka nevojë që ai të arrijë në kohë në kohë, dikush ka nevojë që të arrijë në spital në kohë për të intervenuar tek ai. Pra, ne si musliman jemi të obliguar fetarisht që ne t'u dalim në ndihmë, të jemi solidar, të jemi bujar, të jemi fisnik me gjithë njerëzit në tërësi. Këtë na mëson edhe tradita e Muhamedit alayhis salam. Këtë na mëson të gjitha burimet islame të cilat ne duhet praktikojmë në jetën tonë. E dyta që Islami edhe na mëson është që ne jemi bujar pra të solidarizohemi me gjitha krijesat të cilat i kemi në afërsinë tonë. Pra ne do t'ju dalim në ndihmë, t'ju ndihmojmë me ushqim, apo nëse shohim një kafshë të dëmtuar, e ka goditur një vetur, i ka dikush nuk e di çka ka ndodhur në atë, ne si besimtar jemi të detyruar, besimi jonë na mëson që ne duhet t'i dalim në ndihmë, nëse dim, nëse nuk dim, ta marrim dhe ta çojmë te veterinari. Kjo është disa kretaje të cilat neve na matin besimin tonë të nderuarit. Nuk është vetëm namazi, nuk është vetëm sejdja, nuk është vetëm Ramazani, nuk është vetëm haxhi. Janë shumë vepra të cilat njeriu besimtari ja maten besimin e tij. Pra, me këtë ti nëse i ketë në ndihmë i dëshmon se je i fuqishëm dhe i përgjegjshëm në besimin tënd dhe atë që të urdhëron Allahu i Madh. Si dhe treta, nëse ne jemi në gjendje të ndihmojmë dhe jemi të obliguar të ndihmojmë të tjerë, qoftë materialisht, qoftë fizikisht, përsëri Allahu i Madhëruar neve na mëson që ne të jemi në mesatar, që ne të ndihmojmë duke mos dëmtuar veten tonë. Pra, të jemi të matur nëse ne ndihmojmë, të mos të teprojmë gjatë ndihmesës, qoftë në anën materiale
gjemati respektuar, Allahu i madhruar, neve me ajetët në shumëta, me anën praktike të jetës e Muhammedit a.s. neve në mëson që ne të jemi bujarë në jetës. Që ne të dalim në ndim materialisht para së nësh. Kush janë ata në jetës? Pa dalim, feje ngjyre të shkëra. Familje të cilët sot kanë nevojë për mjete, pra në pjesë për tërtjeru, dhe ata buën si rezultat një mungesës, dhe ata e përjetojnë të acar, që ne e përjetojnë në koma tona me temperatura për 25, dhe themi se na logi ky acar, mërdinë në të vende, po a e parashkojnë pyetje, çfarë ndodh me fëmijë e një familjari i cili ka tentuar për jashtë nuk ka pasur mundësi të sigurojë një shtrat të ngrohtë, një dhomë të ngrohtë, me disa ushqime të ngrohta për fëmijën e tij. Çfarë do të bëjë pejgamberi Allah? Nuk ka besuar ai i cili bjen i qiejt në shtrat për të tjetër, ndërsa fëmijë apo fiu i tij nuk është i kohë. Pra, pejgamberi Allah që e përmend ushqimi është pjesë e jetës tonë, e përditshmërisë tonë, por ne kemi edhe shumë nevoja të tjera si njerëz gjatë 24 orëve. Pra pejgamberi Allah neve na tregon se ne duhet të jemi të kujdesshëm dhe të interesohemi. Se va fqiu jon, va një njeri në landin tonë, në fshatin tonë, ai ka kushtet elementare që ai ta përbalojë me familjen e tij këtë acar, po la minus 20 kusur gradë Celsius. Djeni se fqiu jot, ai barbari, ku do të? Ai është sprovë, ashtu si që Allah në sprovon me mallin tonë, me familjen tonë, me kresrinët e tij. Ashtu si që sprovon me pushtetarë, me shëndetin, me smundje, Allahu i madhruar në sprovon edhe me njerëzit. Allahu i artisuar në surën Furqan, ajetin 28. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. Dijeni o ju njerëz se ne bëm njëri, pra njeriu të jetë sprovë për njeriu tjetër. Dije se rëndimi i një njeriu që sot ka nevojë. Dhe ne nuk ka zgjatim dorën e ndihmesës, ne nga ana e Allahut në ditën e llogarisë do të merremi në llogari pse ne kur patëm mundësi nuk t'ia shkrim dorën e ndihmesës vllaut tonë. Sot madje në këto klima të ekstreme të ftohta, në këto kushte tepër të rënda, sot madhet imani i njerëzve. Madhet vërtet madhet. Madhet imani i pasanikëve, madhet imani atyre të cilët kanë shi atyre të cilët sot kanë nevojën e ndihmesës së pasanikëve. Besimtari para se gjithash, por edhe njeriu pa dallim sa persona në person. Shohim sjellja në televizore, se vërtet ka njerëz të mirës në dunja, i cili nuk është musliman. Por besimtari musliman, i cili e di kush ka qenë pejgamberi i tij, i cili gjithmonë ishte në shërbim të nevojtarëve, të stranorëve, të jetimëve. Nuk preget nga të skena. Sot kemi, për fatë të kesh, një shtet i cili do t'ishtë shtet social. Unë e sot jetojnë në një shtet. Ai nuk duhet të sjellë situatën që njerëzit të dalin me ekranet e televizorit dhe të kërkojnë nevosh. Nëse një shtet të arshon me miliarda dollar për cirkusane dhe 2018, ai të shpara se
të ketë një standard të lartë kalorë se sa projekti 2014 është reale dhe i përfshin me gjitha kultura dhe popull që i bërë të te. Por njerëzit qytetarë të më dëgjëne, viktima të nga sërfane dhe Republikën e Macedonisë si rezultat i mos mbasi së kushteve elementare që acari i ka marë. Njerëzit dhe fare nuk pregose një shtet i cili nuk ka pra përgjithësi nga qytetarët të ti. Për nuk është më mirë dhe në dunja. Organizata e Kombeve të Bashkuara të flet për shpenzimet maramendse që harxohen. Unë e kuptoj se biznesi për të parë sukses ka nevojë për të reklamuar. Por sipas të dhënave, se Islami e bën punën, por Islami do që në përmjet punëve dhe fitimeve të cilat ne i arrim në punë që ne një pjesë të pasurisë që fitojmë, që u shpërndajmë atyre të cilat sot ka nevojë. Të dhënat e Kombeve të Bashkuara flasin vetëm për reklama në dunja. Reklama në dunja arqon dikun mbi $500 miliard, do jetë shumë amaramendës. $500 miliard arqon për reklama në dunja në votë, dhe do sigur 10% i sumës që arqon për reklama të dedikoj të kane humane për të një njerëzve sot për të nuk të kishte kërjisë dhe nuk të kishte pugarolët dhe nuk të kishte pasoja nga pugarolët në të vlogin. Pra, nëse këtojnë analiza që plasin i këto harqime maramendse dhe skena që i shojnë që njerëzit sot dhe për kapet kudo, që pa drejtësisht i kur sot jetët në kapë. Ka një vjetar një regjim të papërgjithshëm, zullumçari i cili e ka definuar, ja ka rëmuar shtëpi, pasurin, ja ka shkatruar gjithë jetën dhe i sot jetën dhe një kam, qoftë në Macedoni, qoftë në Serbi, qoftë në Poloni, qoftë kudo në dunja, pa kushte elementare. Dhe këto skena, nëse të këti duhet të aprekin më shumë, janë pikërisht muslimane që duhet të aprekin. Djeni se njerëzit besimtarë duhet të prejten dhe të përmeciten për këto skena të rishitues. Sa ata të cilët fare nuk pregozën e shqep në ekranin televiziv, një skene ku vërtet një fëmijë i Siris prejnë i vdaku, pa përpuc, me një majsë të ko, ekstrem të fto, -20 gradë Celsius, po ti që ti e fëmijë, që ti e afër, që e përdera të fëmijë, a fare nuk kërë ndërgjetje si prit para se gjitha që të mërzitesh. Fare nuk mërzitesh si musliman se ti e obliguar që ti dalësh në ndihë nëse ke mundësi, me një familë të të rohë, me një parë për punës të të rohë. Pra besimtari i mirë i cili pretet të shmon një besimin e ti, ndërsa ata të cilët i shohin për skena të shtuese, për skena të tjetëse, dhe nuk preken fare, nuk trazor shpirti i ti, nuk i kulfon zemra e ti. To djetarët muslimat, se ai nuk ka nevojë as me dojnë mirësor, pra nuk e llogaritin për mirë dhe më pas për besimtar. Pse e do? A kanë të drejtë? Kur ne kemi kohë, kemi duhur, kemi kohë, nuk kemi njerëz, kemi letërnjoftime, kemi numrin amësme, ha? Si mund të dikush neve të ato se nuk kemi njerëz? Kush jena ta të nafarë neve se ne nuk kemi besimtar? A kanë të drejtë ata neve të na qesën nga tabori disa miliardë njerëzve dhe të na përjashtojnë neve nga tabori musliman? Duket se kanë drejtë. Kanë drejtë të përjashtojnë ata besimtarë në fojza të cilët fare nuk pregosën si rezultat i praktikës të profetit në Allah, pejgamberit që ai i beson dhe thotë se unë e pasur. Pejgamberi alayhi selam kur i shifte të skena trishtuese. Të nderuarit e mia e
zonte i dërguari Allahu ka të brek. Ai brek shumë, kur i shihte pranë një rrezik, ashtu në atë gjendje të vështirë. Dhe me një herë i thirrte muslimanë. Kur i ka thirrë pejgamberi Allahu muslimanët, pejgamberi edhe në të ju umeti. Sot, këtë ditë gjumaja ajna drejtorëve, o ju muslimanë, e shqipti partë në paradure është jashtë, e shqipti partë në paradure ka dikush, e shqipti partë jetet ekstrem të dohet dikush sot ka me lagjën tonë, në fshatin tonë. Qërë ju muslimanë, pejgamberi Allahu? Qërë dohet? I dirte muslimanët me njëherë, besimtarët muslimanë, ju vojte, jo bënte me një se kjo nuk tregon se muslimanët jenë në rrugë, në vitë të duhur, nëse në shoqërinë e tyre ka raste të tilla, të cilat nuk kujdesen njerëzit për ta. Pejgamberi Allahu jo nuk kujtonte obligimet që i kanë njerëzit njëri për tjetrin. Ja kujtonte obligimet që i kanë njerëzit edhe të botës bimore dhe shkazore të respektuar. Pejgamberi Allahu ja kujtonte edhe llogaritënien të shi Allahut atyre të cilët Allahu i ka mbledhur me pasuri. Sot është në pyetje ndoshta disa macchiato të cilat i pinë nuk e di sa i pinë. Kanë rënë hap jetën me ne. Pinë pa kontroll kafe, pinë cigare pa kontroll. Disa mjetë në utukuar për të të sigurën e familjes, që ai të ketë një ambient, një shtëpi të ndronë dhe të ketë një sup të ndronë fëmiju i ti dhe të kalojnë të pacakë të ma. Me disa mjetë në të siguronin disa tas me gru, me nisër që ta shpërndajnë rëkitetit tonë dhe fshakrave tona që të sigurojnë ushqim për shpenezet dhe kafshët të cilat kanë nevojë sot, të cilat e kanë shumë rëndë vështirë të sigurojnë ushqimin. Dijeni se nëse të tentojmë afërsinë e Allahut, nëse të tentojmë xhenetet e Allahut, rruga e vetme e cila ka qenë drejt xheneteve të Allahut është xheneti i bujar, të jemi fisnik dhe të jemi solidar me ata të cilët kanë nevojë. Këtë mësimi pejgamberi Allahut na tregon me transmetimin që na e sjell Xheriri, një nga sahabët e pejgamberit Allahut, ishim ne me pejgamberin Allahut në një namaz sabahit dhe pasi që përfunduam namazin, të futën në xhamin e pejgamberit Allahut disa njerëz të zhveshur me rroba të grisura, realisht të grisura. Jo këto rroba të cilat neve sot rinin i ajo në e parë të grisura. Pare jo a përndeshtim në pare në deshat të grisura. A kërkun nuk është bulimi një oretit. Së të dalë është ata ne kun që ka gjuman të falje, a vajzës së ti i duken pjesët e dërur pëtë. Aja ka dhënë 100 euro të mlej në fiska original. Edhe atë të shkyme. Dërsa këtu jenë njërës të cilët vërtet i ka prek tonët e parë tonë kur kishin të karallët, edhe që kishin të karallët, grave tona, motrave tona, nënave tona, trupi nuk është të duke. Dërsa ne ju japim pare, vajzave tona, tjetëve tonë, për dhe tjetë të nëlleti, edhe që të 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 nëlleti dhe të por ato shtoj, e pare tona që ju japim në ta marri, keshat të turisura i paguajnë me shmimet të majne, ka se ta qenë ka mohë. E cila mohë që të drejt knetësive të shejtanit të malkuar, i cili synon vetëm devijimin e njeriu, i cili synon rënimin e vlerave dhe më në fund do që njeriu të shtuket mbi sipërfaqen e vetë. Ta pejgamberit Allahu kur i futën të njerëz. Do ishin njerëz nga fisi mutar. Përsa i pa pejgamberi Allahu, sahabët i ndryqerë pejgamberit Allahu. I ndryqerë, fytyra, i ndryqerë pejgamberit Allahu. Nuk piklua shumë. Hyri ta mrenda në dhomën e ti dhe me një në dullë të i
nevojë për drumë. Verës ati si duhet drumë. Drumë i duhet ati që nuk është punëtor, verës një grajnë drumë, ta qënë punoj, ha? Drumë i duhet sot njeriu në to klima ekstrem. Nuk ka nevojë ne të merremi të bëjmë analiza. Por pejgamberi Allah na mëson, thotë, "Robira dire zonin dhe dirbi njerëzit këtu." Se nuk është e koha që ne të bëjmë analiza, por e jona është të veprojmë në kohë, të dalim në ndim njerëzit. Dhe pejgamberi Allah, pasi që të bëjmë njerëzit, ja u kujtoj kush janë, ja u kujtoj obligimet që i kanë, ja u kujtoj edhe ditën e llogarisë. Dhe ta bojëm ta ndihmoni njerëzit se ato sot kanë nevojë. Për sot njerëzit kanë nevojë. Kemi apele të shumta. Tash është ne të hapë televizori sot në kohën tonë. Kjo ka përgjegjësi nga një pushtet i cili nuk punon për sigurimin e kushteve elementare të qytetarëve të tij. Por ne si besimtar nuk guxojmë të heshtim nëse ne kemi mundësi tona reale të ndihmojmë, e jona është të ndihmojmë të nderuarit e mi se e dimë se nga frikëson shejtani i mallkuar, por ne duhet ta dëshmojmë veten tonë se jemi të edukuar me mësimet hyjnore dhe me mësimet e Muhamedit alayhi salam. Allahu na dhuar ne na urdhëron, por unë nuk dua të për ta sjellë se është thotë që bujaria jonë të dashurit e mi, solidariteti që ne solidarizohen me të tjerë të lojnë në nërë të ajo sjellë lumturi. Unë vetëm do ta përfundoj me një tregim që pejgamberi Allahu na njeh. Ata të cilët kanë mundësi të ndihmojnë, mund t'i qasojnë pra një të devotshëm nga Bani Israile, kur thotë pejgamberi Allahu kishte jetuar dhe kishte bërë armirin 60 vjet në falkoren e tij. Dhe një ditë fatë të rreshura të nga të shiut dhe vendi i kërpëroj dhe ta asi kur të dalë ta madhuroj Allahun atje në atë qëpërim dhe mori gjithë sopa puk me me. Dhe pasi që ra në atë lukinën në qëpërim, filloj të bisedoj me një grua dhe ajo filloj të bisedoj me atë dhe ata shkun dhe aty sa që i të vëshmi për një sinam. Dhe kur e kuptoj çfarë bëri ai, shkoj para se t'i ka shpinatë në fit dhe shkoj në Moroc, ka tjetër një luk, ta pastroj veten e tij. Në ato momente i mërzit nuk i kaloj një lipsar dhe kia bëj me shenjë nga meri ato t'i copa buk. Të vdiq. Për pejgamberi Allah erdhë rinjanja dhe llogaria finale dhe ja ky për një Israel ka shi gjukimi të Allahut dhe Allahu kur e bëndoj gjithë ibadetin e tij, ka qi amoraliteti i rëndoj në kata. Dhe pastaj erdhën dy copa puk të cilat jarda ati nevojtari që nuk e bëni fare hesab i devotshmi i vënduan të veprat e mira e rëndoj këtë mëkat të madh dhe e fitoj shpërblimin e Allahut dhe pagjen e Allahut. Lusim të madhin i Zot që Allahu i madhuar të gjallëroj zemrat tona në këto kohra të tona që ne të dalim në ndim besimtarëve, të dalim në ndim të gjithë njerëzve, të dalim në ndim pra që ofrojmë ndihmën tonë edhe kafshëve. Sot për ne ka nevojë edhe ajo lule nëse kemi lanë jashtë që ajo të ngërim. Pra të gjitha këto dëshmojnë nga cilësi që ne do të jemi në quajtur si robër të devotshëm të Allahut, lutim Allahun e madhuar që Allahu të na udhëzojë me fjalët e tija dhe me mësimet e pejgamberit të tij Muhamedit alayhis salam. Për në fund kemi dua të fatmeve, të qemi me tauhid dhe me ndonjë dua për ju. Amin.